Kupton? Kur kapet shqiptare me 20 kg, apo me 10 kg, me 5 kg, me 2 kg, me 3 kg, ajo është për të fshehur këtë 10 tonë, është shitur pjesa tjetër. Është shitur sepse ajo bën lajm. E ka kapur thotë e kapën shqiptare me 5 kg. Po nuk thonë që kapën tonelate, si kapin kur tonelate ata. E kuptoj. Muçi. Shiko, natyrisht është shumë interesante ta shpjegosh edhe si njëri për teleshikuesit, për shikuesit që na dëgjojnë, mënyra se si veprojnë. Edhe unë jam i mendimit që jemi një grup organizuar kriminal ose edhe një organizat mafioze të nivelit nën mesatar madje bile, nga ato çka publikisht ne njohim. Nuk është çështje të emra, nga ato çka ne njohim. Dhe më shumë se sa ne të analizojmë dhe të shpjegojmë veprimet e anëtarëve të këtyre veprimtarive kriminale, të cilat nuk varen nga ne. Ajo është veprimtari individuale, secili merr përsipër rrezikun që duke kryer veprimtari kriminale dhe ndëshkimi penal, qoftë në Itali, qoftë në Shqipëri. Ajo që mendoj unë duhet ose ta shikojmë të fenomen të ngjarje është ku ndodhet Shqipëria e situacionit shqiptar në raport me këtë fenomen. Atë që e theksove, thash pak më parë. Jo vetëm kaq Muçi, po dha është kthyer Shqipëria në një vend ku pastrohen parat, ku krimi i organizuar i pastron kaq lehtë parat. Këtu janë duke dalë, po këtu janë duke dalë, pra ku jemi në raport me fenomenin kriminal natyrisht, jo, sepse me drejta mund të banojnë 20 vjet në Itali dhe s'kan lidhje fare me Shqipërinë, nuk jetojnë, nuk kanë aktivitet, por fakti që cituat disa prokurorë në konferencë shtypi, qartësisht që të parat pastrohen në Shqipëri, pra ne jemi shndruar në një vend lehtësisht ku pastrohen parat lehtësisht për krim të organizuar. Pra shumat kategorive 1 milion euro. Dhe një lavatrishët parave. Lavatrishët pastër. Pra shumat kategorive 1 milion euro, qua normale, edhe që një grupi që ne po i themi nën mesatar. Po, madje na duken pak. Dhe të sekuestruara. Dhe të sekuestruara 1 milion euro. Duke pas parasysh parimin e kriminalistikës, që nuk sekuestrojnë shumë se 10%, ky grup kriminal duhet këtë kaluar sipas parimit 10 milion euro. Sipas një parimi të njohur, të paktën. Pra, ka kaluar 10 milion euro dhe ne kemi grupet, policia shqiptare ka arritur të sekuestrojë 1 milion euro. Pra mendo ç'ndodh në Shqipëri pastrimin e parave. Ky është fenomen shqetësues. Dhe prandaj thash unë ku janë institucionet shqiptare. Pra, ne jemi shndruar në një vend ku pastrohen në mënyrë të rregullt të thjesht para. Dhe prandaj shqetësimi për Prokurorisë Antimafia të Bari në këtë rast ishte i tillë për pastrimin e parave në Shqipëri. Sa ata kuptojnë që s'ka aktivitet kriminal në Shqipëri. Unë dyshoj që s'ka aktivitet kriminal në Shqipëri, unë dyshoj që këtu mund të ketë dhe baza trafikut kokainës, sepse u bën për 5 vjet që nuk kapi as gram kokainë në Shqipëri, për disa vitesh, ndoshta 5 jo, po disa vite që nuk kapi as gram, dhe ka dyshime që mund të ketë baza të rëndësishme të trafikut kokainës, por përsëri ky është aktivitet kriminal i individëve. Mos gjykojmë individët. Të gjykojmë institucionet e shtetit shqiptar. Çfarë bën ne, çfarë bën shteti, çfarë bën? Pak më parë se thashin në fillim, do ta theksoja gjatë për flisja vet. Pse mungon ne? Asi përfaqësues policisë shtetit. Nuk është çështja të drejtuesit, unë nuk do ta analizoj emra, qoftë zoti i fundit që është drejtori politik, që është drejtori i fundit i policisë shtetit, ose edhe i pararenci. Janë se, por çështja nuk e bën policinë e shtetit drejtuesi, drejtori. Policia e shtetit është një instrument shumë i rëndësishëm. Është mekanizmi i rëndësishëm që ka shteti shqiptar. Fakti që jo thjesht antimafia italiane, por dhe spaku ka të vështirë besoj policisë shtetit. Pra unë nuk e di se sa ato veprime që ka kryer policia e shtetit, me çfarë mënyrë ka kryer verifikimet. Qoftë ato veprimet e skuadrës së bashkëtetimore prej 2-3 vjetësh të paktën që mendoj që mund të jetë kjo skuadër. Sa e angazhuar ka një policit? A ka pas dieni policia e shtetit njëherë? Apo s'ka pasur dieni dhe është angazhuar vetëm në fund fare? Ky është fenomen, kjo është shumë e rëndë. Pra, në territorin shqiptar të hetojë një skuadër bashkëtimore me policinë antimafia italiane, me policinë italiane dhe policia shqiptare mos ketë dieni. Çfarë situate e rëndë e mendon ku jemi? Pra minimumi ata kanë dyshime që policia është implikuar. Pra s'ndajnë informacione në policinë shqiptare. Prandaj unë e pash fenomen shumë të rëndë. Pra mos pasin as infrastrukturë policë shtetit. Pra kjo që duhet të analizojmë ne. Pse ndodh kjo? Pra është fenomen rastor, unë mendoj që nuk ka lidhje me një drejtuese me 2 policie. Është një strukturë e tillë që ka humbur besimin në tërësi. Nuk ka të bëjë me asnjë individ. Unë kam punuar me policinë shtetit. Kemi bërë operacione, natyrisht ky është operacion minor krahasuar me shumë operacione që kemi bërë ne që nga vitet 2013 pak në sigurt që kam qenë. Operacione shumë të rëndësishme për prokurorit e Milanos, të Firenzes, Catanzaros, operacione me sasira shumë të mëdha. Edhe veprime të përbashkëta. Dhe në skuadrat e bashkëtimore ka filluar që nga viti 2015 bile krimet e rënda të krijojnë me antimafia italiane. Operacione dorëzime të kontrolluar kemi bërë me Greqinë, operacione shumë speciale. Edhe që besim të paktën në një ori që kam unë si ish prokuror të krimet e rënda që nga viti 2008. Nuk ka pas të paktën të krimet e rënda, nuk ka pas asnjëherë dyshimin. Por çështja është ku është policia. Të gjitha këto i kemi bërë bashkë me policinë e shtetit. Po të flas unë. Asnjëherë nuk kemi bërë operacione pa marrë dieni policia e shtetit. Sot jo. Fakti që u bën sot, ky është shqetësimi. Ky është shqetësim real.
Pse nuk besoj policia e policisë shtetit? E drejt, nuk është një shqetësim që po e ngrini vetëm ju, e ka thënë Dumani, e kanë thënë. Unë thjesht ajo që më vra në sy, sepse duke mos parë asnjë përfaqësues policisë në konferencë, duke ndihuar çfarë. Madje tash po dëgjoja me kujdes edhe deklaratat e Spakut dhe zotin Marë, po dëgjoja paktën çfarë do të artikulojnë raport me policinë, asnjë fjalë, sepse s'ka pas asnjë veprim. Pa falënderimi ishte që u ekzekutuan masa, por natyrisht masa nuk do ekzekutoj, policia do ekzekutoj. Çu do shkojnë prokurorët të ekzekutojnë masat e sigurimit? Normal. Kemi pas probleme dhe në ekzekutimin e masave para një viti ose para ca kohësh. Në këtë rast me çduket nuk ka pas probleme të natyrës së ekzekutimit. Më parshëm i Spakut kishe probleme me masat. Ky është i vetmi grup që janë ekzekutuar masat tani. Po pra, në këtë rast nuk ka pas, edhe kjo është zhvillim pozitiv. Por jemi në nivel shumë të tani policia goditën në antar të dy vetëm për të ekzekutuar masën e operacionit të tillë. Lufta kundër krimit të organizuar në Shqipëri, se unë kam thënë shpesh dhe vazhdoj të nuk është përgjegjësia e Spakut, është përgjegjësia e qeverisë. Është përgjegjësia e policisë shtetit dhe ministrisë së brendshme. Zoti Spaku është provori. E di pse udhton e penale. Dhe ne nuk votojmë qytetarë shqiptar Spaku, votojmë qeverinë. Ta bëjmë debat. Nuk them dhe Patjetër, po. E di pse mendoj që Spaku duhet të ketë një rol më proaktiv në gjithë këtë histori, se